Kjo betejë, edhe pse ka këtej humbje të mëdha të dy palëve të njëjtën kohë dhe popullet arbror, dhe më shumë të mësuan arbrit, të cilët u përbanën me forcën ushtarake pushtuese të Sultan Muratit parë, kështu që për fat keq, në pa mundësi edhe nivelin e ullt shkencor periudhës, këtyre periudhë gjatë gjithë historisë nga shqiptarët, kemi met edhe jemi met, sa që ende nuk jemi duke mujt me thonë fjallën tonë të fundit. Është shumë interesant që këtë betejë për ne shfrytëzojnë popujt përreth, veçanërisht për ne shfrytëzojnë dy shtete të cilat po mundohen tash me aktivizue edhe me përveçue atë që shqiptarët dhe arbrit e bon gjatë gjithë historisë. E kjo është pra betejë e Kosovës. Populli serbe dhe politika shoveniste serbe apo Akademisë Beogradit krye me kishën e serbe edhe krye me politikën serbe, ata janë duke munduar dhe janë duke vazhduar ta mbajnë betejën e Kosovës si betejë tyre. Por mos më shumë kohë, ne kemi problem që ti veshemi punës dhe angazhimit maksimum të çdo qytetari shqiptar që ndjen vetë shqiptar. Çdo vit në fund të qershorit Serbia nacionaliste rikthehet në Gazimestan për të kremtuar atë që quajnë martirizimin e princit Lazar dhe shenjtrimin e Kosovës me gjakun serb. Është një ritual politik, fetar dhe emocional që ka rënjët jo në historinë e vërtet, por në një mitologji të ndërtuar nga nacionalizmi dhe kleri ortodoks serb në shekullin 19. Ky mit nuk është vetëm një përpjekje për të glorifikuar një disfat, por një mekanizëm politik për të legjitimuar pretendimet territoriale ndaj Kosovës, që prej krijimit të shtetit serb modern e deri në luftrat e fund shekujt 20. Dhe pikrisht për këtë nuk është çështje vetëm serbe. Ky mit kërkon përgjigje jo vetëm politike, por edhe shkencore, historike dhe kulturore edhe nga shqiptarët. A ka ndodhur vërtet betejë e Kosovës me vitin 1389 dhe nëse po, çfarë ishte ajo? Në mungesë të dokumentet të ditës dhe me burimet e turbullta, betejën nuk mund ta quajmë si një gjë serbe, një betejë ndërmjet krishterizmit dhe islamit, as ndërmjet tokës serbe dhe pushtuesit osman. Në fakt, në atë kohë, para betejës serbët ishin të përqarë, shpesh në konflikte mes veti, duke luftuar më shumë për trashëgiminë e perandorisë së Tradushanit sesa për mbrojtjen e një ideje të përbashkët. Kraljević Marku, i biri Vukashinit, luftoi për krah osmanëve, ndërsa Vuk Brankovići, dhëndri princit Lazar, u akuzua për tradhti. Pas betejës, familja e Lazarit jo vetëm që pranoi vazalitetin ndaj Sultan Bajazitit, por i dha atij edhe vajzën për grua. Kjo nuk është epik kombëtare, kjo është realitet politik mesatar. Në këtë betejë nuk morën pjesë as Kartopia as Bajsha, dy dinastitë shqiptare me kontroll real mbi territoret ku jetonin shumica shqiptare. Për më tepër, ata ishin në konflikte drejt për drejt me rivalet serb dhe kishin përqafuar katolicizmin duke i larguar edhe më shumë nga ortodoksia politike e Lazarit dhe aleatet e tyre. Shqiptarët që gjenden në radhët e ushtrisë serbe nuk përfaqësojnë një vullnet kombëtar, por pjesëmarrjen e detyruar të popullsive në sundimin feudal serb. Prandaj nuk ka asnjë arsye që shqiptarët ta ndihen këtë betejë si të tyre. Në vend që të vazhdojmë të heshtim apo të përfshihemi në mënyrë që të nënkuptuarit e një miti të një populli tjetër, është koha që shqiptarët ta ridefinojnë qëndrimin e tyre ndaj kësaj ngjarje. Kjo nuk është vetëm çështje historike, por edhe çështje identitare dhe kulturore. Betejë e Kosovës nuk është dëshmi e pronësisë serbe mbi Kosovën, dhe shqiptarët nuk kanë pse t'i bashkohen kremtimit nacionaliste të një populli tjetër që përdorin mitin për të mohuar ekzistencën dhe të drejtën historike mira vjeçare të shqiptarëve. Nëse Serbia krenohet me një humbje të shekullit 14, shqiptarët kanë fituar një betejë historike shumë më të madhe në shekullin 21, shtetin e tyre të Kosovës, të njohur dhe të konsoliduar jo mbi mite, por mbi sakrifica reale dhe mbi aspirata moderne. Unë e kam titulluar Betejë e Kështjellave Kalave, viz fush Kosovë.
Kjo ngjarje ndodhi me 15 qershor 1389 në territorin e hapësirën e Arbërisë, në hapësirën mes lymeve si Tnis dhe Lumit Llap. Betejë ndodhi në mes të koalicionit evropian e dominuar totalisht nga mbretërit arbëror si Gjergj Balsha i Shkodrës, Teodor Muzaka i Beratit, Gjan Kastrioti i Lezhës Krujës, Theodore i dytë i Jonima i Vlorës dhe mbretët arbëror të Dardanisë, Musa Arbanasi i Musincës, Lazar i Rebeluar i Përlepnisës Gjilonit, Karadokut, Morovës dhe Hashanisë, Gjon Kosoqi i Kosanicës, Milush Nikol Kopili i Dardanisë, Tfërt Koja i Trepqes, Vrat Stefani i qendrës së Dardanisë dhe 9 vëllezër po ashtu të qendrës së Dardanisë. Në betejën e Kështjella me 15 qershor 1389 morë pjesë edhe Os Krasniqi, kryepeshk i manastirit Lëmkuqit sa më drejgjesh dhe shqip për këtë, pasi që mbretërit arbëror kishin mbajtur takimin e fundit dhe kishin vendosur si të hynë në betejë dhe si të luftohet e keqja që po të përtënde nga Azia, po ky kryepeshk i Lëmkuqit sa më drejgje, qysh me kohë më parë, kishte ftuar të gjithë popullatën që gravitante në këtë manastir me thënien e njohur të tij. Ai që nuk vije nesër të luftojnë në betejën e Kështjella u kalova dhe të mbrojnë nderin e Arbrit kundër të pafeve mongol osmanlit turq, kur mos i lev djalë as vajzë në votër. Kryepeshkvi i manastirit të Lëmkuqit kishte rënë edhe vetë në luftime e sipër në betejë me 15 qershor 1389. Ka mundësi që të kanë marrë pjesë edhe bosnjak dhe kroat, por ata kanë marrë pjesë si arbëror atko. Po ashtu kanë marrë pjesë edhe austro-hungarezët, gjermanët, ndoshta edhe polak me njësime dhe islamin në krye. Ajo çka është më rëndësi të thuhet është që sllabët, serbët as rusët nuk kanë marrë pjesë. Arsyeja është sepse për vendin dhe kohën kur po flasim, në ato hapësira ende nuk ka zbritur elementi slav e as ai serb. Në këto hapësira elementi slav dhe ai serb është vërejtur dhe është ndikimi i slavëve dhe i serbëve vetëm pas vitit 1924 e tutje. Këto që propaganda serbo-slave se gjëja, edhe ata kanë marrë pjesë në betejën e kalave Kështjella me 15 qershor 1389, jo që është gënjeshtër, por nuk ka kurfar baze as mbështetje në aspektin historik, as arkeologjik, as në shtrirjen e popullatës arbërore, sepse populata arbërore shqiptare është trije dhe ka dominuar dhe në aspektin ekonomik dhe atë geostrategjik dhe ushtarak e politik në këtë hapësirë. Është trije deri te Austria dhe Hungaria, Bullgaria, Rumania, Polonia, Çekoslovakia dhe deri te Italia dhe atë deri në vitin 1924. Kështu që mbretërit arbëror, qysh më herët kishin vërejtur që një mërtaj e keqe, e zezë pasi që kishte kaluar Azinë dhe synimet e tyre kishin mësyr Evropën, ishin këta tango-zogurd mongol osmanlit turq, të cilët pasi kishin kaluar Aziatiko-Afrikën, synimet e tyre kishin dhe ishin pushtimet e Evropës, për çka fatbarësisht nuk ja arritin asnjëherë, sepse digë dhe pengese e pakalueshme ishte arbëria. Më në fund arriti ajo që priti dhe ajo që spoku edhe dije 5-6 muaj apo një vit më parë që do të ndate. Sepse pasi që mongolit osmanlit turq, pasi që kishin realizuar një pjesë të konsiderueshme të qëllimeve tyre në Azi dhe pjesërisht në Afrikë, tash qëllimi kryesor i tyre ishte pushtimi pjesërisht apo tërësisht i Evropës dhe fal arbërve shqiptar kur nuk ja llit në qëllimit mongol osman turq në Evropë. Sot jemi dëshmitar të një anashkalimi total të kësaj ngjarje historike, në radhë parë nga institucionet përkatëse dhe përgjegjëse kulturore historike, dhe në radhë të dytë për trajtim mësimin në shkollat tona përmes librave të historisë. Sipas mendimit tim, janë dy arsye bazike se na ka ndodhur e po na ndodh kjo. Në një, aspekti i trajtimit etnik dhe ndërshtetëror. Kjo ndërlidhet me angazhimin ekstrem të Akademisë Sërbe të Shkencave dhe Shtetit Serb, që kanë arritur të plasojnë si një të vërtet historike të tyre mitin serb të betejës së Kosovës, me devijime të mëdha të vërtetës historike për ngjarjet e kësaj beteje, që të njihet botërisht si luftë mes të osmanëve të udhëhequr nga Sultan Murati dhe ekskluzivisht serbëve, duke anashkaluar koalicionin ballkanik ku shumica pjesëmarrëse ishin princat dhe mbretërit arbëror.
Në këtë fushë betejë u vran princa dhe shumica ushtar arbror, por pushtimi dhe sundimi mbi 5 shekullor barbar Osman bëri që kjo ngjarje të fashitet, gjë që e shfrytëzuan shumë mirë serbët për ta përkuizuar si betejë dhe kontribut ekskluziv të prizve serb. Edhe pse betejë e humbur, sot kjo festohet shënohet nga shteti serb e Kisha Ortodokse serbe si një ngjarje historike e tyre apo si një fitore. Ashtu që të trajtohet vendi i ngjarjes, fusha e Kosovës si trull serb që ua kanë marrë shqiptarët pavarësisht se ishte toka e banuar ekskluziv nga arbrit, ku serbët nuk ekzistonin fare në këto troje. Pra, na ua kemi lënë falur serbëve betejën e Kosovës si detyrën, pa qarë kokën se as institucionet qeverisë, as qarqet tona politike, as ato akademike, as ato kulturore, as ato historike, që të zhbet miti i rrem serb mbi këtë betejë. Prandaj, sot jemi në defanziv të plot ndaj kësaj çështje me rëndësi kombëtare dhe shtetërore. Në dy aspekti i trajtimit fetar. Me që pushtimi Osman dhe sundimi Osman arriti që ta bën konvertimin fetar të arbrorëve shqiptarëve në islam masovikisht nga shekulli 17 e tutje, për të arritur sot në gati 95% të deklaruar musliman, si një mendësi varësie nga ajo turk-osmane që dhe sot manifestohet bile me mburje e fuqizuar sidomos për këto 25 vjet post lirim në liri. Kjo ka bërë që institucionet qeveritare, akademike, politike tjera ta humbin interesin për këtë betejë, sepse u acenon mazokizmin e tyre në raport me perandorinë osmane dhe Turqinë e sotme, një mentalitet i mbjellur dhe forcuar ndër shekujt të sundimit osman që vla vrag të thella në trurin e shumicës tonë. Bile biku me strukturat e islamit politik i financuar nga Turqia dhe vendet arabe përmes të ashtu quajturave shoqata humanitare islamike anatemojnë dhe neglizhojnë pjesëmarrjen e shqiptarëve në këtë betejë, sepse mbi bazat e ndikimit fetar konsiderojnë tradhti pjesëmarrjen e princa arbror në luftë kundër Sultan Muratit dhe ushtrisë së tij. Vetë kreu i bikut në internave deklaron publikisht se Sultan Murati është lirimtari ynë, ashtu siç dhe sot publikisht e deklarojnë perandorinë osmane shërimtare, jo pushtuese dhe bashk administratore e mirë që shpëtoi shqiptarët dhe sipas tyre me fenë islame, nasollën dhe kulturën e traditën shqiptare. Bile shpesh shkojnë aq larg sa të thonë se neve shqiptarëve nasollën osmanë këtu për të na trajtuar si një mbetje osmane, që përputhet plotësisht si ide me atë që përdit qarqet serbe të akademisë e shtetit ta dëshmojnë se na ua kemi marrë tokat e tyre. Mirë po, kemi mjaft adetare që kanë bërë përpjekje titanike për ta ndryshuar të vërtetën historike për këtë betejë, ashtu që me krijuar e vendos një obelisk në kujtim të kësaj betejë dhe për të dëshmuar se aty morën pjesë shumë nga princat e mbretërit arbror me ushtritë e tyre dhe që në logun e betejës ranë dëshmor për torkat arbrore kundër pushtuesit Osman Barbar.